i thashun prokurore, i thashun me njef, për t'i dhënë të ditur me fjalë që jam unë filani që kam bërë këtë kallëzimin kundër Edi Ramës. Më thot mua, mos mua afro, nuk të njoh e nuk dua të njoh. Që do të thot... Qa kishte? Prit. Jore, ishte hyrë frikan palca saj. Ky është regjimi i njeriu që është në panik. Veprime dhune kundër kallëzuesit. Edhe ikë në burg 4 vjet. Po mos harrojmë brenda që është edhe shpërdorimi i detyrës 7 vjet të tjera. Apo në total 7 vjet. Ti je një Edi Rama i dytë në një farë kuptimi Angel. Jo. Unë jam anti Edi Rama, mos i ngatro gjëra. Edi Rama ka largu 1 milion shqiptar për kaq vite jashtë Shqipërisë, ti pjesën tjetër i fut në burg. Çfarë do të bëj kështu? Jo si fusuna i fus ligji, mos i ngatro gjëra. Ligji pra nëpërmjet ligjit. Harroje ligjin në Unë nuk prek njeri me dorë. Unë nuk prek njeri me... S'kilo njeri pa fut në burg, pa thonë që... Po nuk e kuptoni që këtu po sikën të paktën, para 3 vjetë që kam thënë aty, po sikën të paktën 5.000 veta nga këta që janë parie Shqipërisë, nuk shlirohet ky vend.